Do të zhvillojmë një intervistë me analisten Makbule Shkodra për sa i përket certifikimit tashmë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe përfundimin dhe rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të shkurtit. Çfarë pritet të ndodhë tani? Zonja Shkodra, përshëndetje. Përshëndetje, Nertil. Zonja Shkodra, çfarë pritet të ndodhë tani? Pas certifikimit nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Albin Kurti ditën e djeshme lajmëroi që tashmë është një qeveri kujdestare. Sa është afati që partia e parë do të nisë negociatat për formimin e qeverisë? Tani më do të thotë apatet kohore kanë filluar të rrjedhin dhe tani janë 30 ditë për të thirrur seanca konstituive për të konstituar kuvendi dhe njëkohësisht do të thotë deputetët duhet të japin betimin. Dje është bërë certifikimi që do të thotë është kryer një procedurë administrative, ata që janë zgjedhur janë deputetë, mirë po funksionin e tyre do ta ushtrojnë në momentin kur bëhet konstituimi i kuvendit dhe deputetët e japin betimin. Tani pra janë 30 ditë dhe në atë seancë konstituive pritet që pas dhënies së betimit pra nga ana e deputetëve të zgjedhur, të zgjidhen trupat e kuvendit që nuk kupton të zgjidhet kryeparlamentari me nënkryetarët e parlamentit dhe ashtu konsiderohet pra që është konstituar parlamenti i Kosovës. Afati kohor është 30 ditë, mirë po nuk kemi ndonjë afat kohor se çka nëse dhe këtu tani në Kosovë diskutimet janë në fakt se çka nëse lëvizja vetëvendosja e prolongon këtë proces duke mos propozuar, sepse partia fituese e ka të drejtën për të propozuar kryeparlamentarin dhe dilemat janë këtu që çka nëse lëvizja vetëvendose vendos të mos e propozoj kryeparlamentarin dhe nuk kemi ndonjë situatë se si do të mund të zgjidhej. Por megjithatë, presidentja është ajo e cila në situata të tilla mund t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për ndonjë interpretim, por të keni parasysh që nëse vijmë në situata të tilla do të thotë i tërë procesi i cili edhe ashtu është të zgjatur deri më tani, pra kaluan 46 ditë për të certifikuar këtë zgjedhje, mund të zgjatet edhe më tepër. Shpresojmë që liderët partijak, antarë të parlamentit që janë zgjedhur pra të jenë përfaqësues në parlament, të jenë shumë serioz dhe të matur dhe këtu më shumë po i drejtohem kryeministrit në dorëheqje zotit Albin Kurti që me të vërtetë të kenë kujdes me këto afate kohore dhe të mos i humbet kohë Kosovës. Zonja Shkodra, teorikisht Albin Kurti dhe vetëvendosja nuk është se formojnë dot qeverinë. Duke u nisur deri tani nga qëndrimet si të kreut LDK-s Abdi Xhiku, po kështu të Ramush Haradinat, Fatmi Lima i duket le themi lëkundur, Bedri Hamza pak më parë mos gaboj në një konferencë tha që kam nisur bisedimet për formimin e qeverisë. Po, është vërtet ajo që tha sot Bedri Hamza dhe po e filloj nga kjo e fundit që e përmende, është që ai sot e bëri shumë të qartë që do thotë ka pasur bisedime me të gjitha partitë politike, pra i përmendi partitë në opozit, por nuk është që e përjashtoi lëvizjen vetëvendosje, por tha është i gatshëm të bashkëpunoj me të gjitha partitë politike dhe unë po e lexoj kështu ashtu si e ka thënë. Nëse e ka menduar ndryshe, sepse më herët kemi pas deklarata nga PDK se nuk bashkëpunoj me lëvizjen vetëvendosje, ndërkaq sot kjo deklarat ashtu si e ka thënë, unë po e kuptoj që do të thonë nuk kanë vija të kuqe as për lëvizjen vetëvendosje dhe nëse ata dëshirojnë, kështu po lexohet nga ajo që ka thënë dhe nëse ka ndonjë korrigjim është mirë që ta qartësojnë mendimin e vet nëse ka nevojë për qartësim, po përndryshe unë e shoh shumë pozitive kur partitë politike nuk i vendosin vija të kuqe njëra tjetrës, është tjetër çka kur bëhet betejë para zgjedhjeve, mirë po mbas zgjedhjeve dhe sidomos të kemi parasysh rrethanat dhe ndryshimet gjeopolitike që po ndodhin jashtë Kosovës, është shumë e rëndësishme që partitë politike të bashkëpunojnë me njëra tjetrën dhe Kosovës t'i japin një qeveri të përgjithshme, serioze, që do të mund t'i shtynte proceset e rëndësishme të Kosovës përpara. E këtu po i referohem më shumti në politikën e jashtme, që ka të bëjë me raportin e normalizimit Kosovë-Serbi dhe do të ishte një momentum shumë i mirë politik që të shfrytëzohet kjo kohë, pasi që e dim që Serbia shumë shpejt edhe ajo si duket do të shkojë në zgjedhje dhe ne të shfrytëzojmë këtë momentum që të lobojmë te administrata Trump, të lobojmë te BE-ja të hiqen sanksionet Kosovës dhe të jemi të gatshëm me një platformë për t'u ofruar në mënyrë aktive për
temat të cilat janë të rëndësishme për ne, e më e rëndësishmja tani për tani megjithatë mbetet normalizimi i raporteve Kosovë-Serbi. Ka këtu njerëz që mendojnë që nuk është kjo e rëndësishme, por duhet të kuptojnë që nëse nuk ke siguri, do të thotë nuk do të kesh as investime ekonomike as asgjë tjetër. Pra është shumë e rëndësishme që ky raport të normalizohet e me normalizim nënkuptoj njohjen de jure dhe de facto të Kosovës, të mos vazhdohet me mënyrën e njëjtë siç kemi bërë për shumë më shumë se një dekadë, me një dialog i cili ka prodhuar marrëveshje të cilat nuk janë implementuar, por të ndrohet qasja dhe mendoj që qasja duhet të jetë dhe besojmë në presidentin Trump dhe administratën e tij që do ta ndrojnë qasjen, të kërkohet njohje de jure dhe de facto nga Serbia për Kosovën në mënyrë që pastaj më tutje të vazhdojmë me implementimin e obligimeve që i kemi marrë ne si shtet, po edhe ata si shtet. Gjesi, lëvizja vetëvendosje e ka dërguar kushtetuese vendimi për votën e diasporës. E njëjta, pse e ka zgjedhur këtë mënyrë dhe të njëjtën gjë ndoshta mund ta përdori opozita për ta dërguar në gjykatë kushtetuese në rast se nuk propozohet emri kryetarit të kuvendit nga vetëvendosje? Po ja, këtu pra po kthehemi në rreth që është, unë nuk e shoh, nuk e kuptoj si lëvizja vetëvendosje, gjykata supreme e ktheu shumë mirë përgjigjen, duke thënë që dyshimet nuk i kanë të bazuara në fakte, dhe kaq është, i mund të dyshosh, por nëse nuk ke fakte, gjykata faktet i njeh dhe asgjë tjetër. Dhe tani ata do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese, që është një procedurë që mund të zgjasë, dhe tani të shohim, por për momentin rezultatet janë që të certifikuara dhe përderisa nuk ka ndonjë mas tjetër, gjykata kushtetuese, pra nëse vetëm ajo vendos që të ndalet procesi, atëherë patjetër që duhet respektohet, po përndryshe duhet të vazhdohen me afatet kohore që i kemi. Në anën tjetër, shpresojmë që edhe lëvizja vetëvendosje mos të sjellë situatën e tillë që të mos e propozoj emrin, pasi që i takon asaj të propozoj kryeparlamentarin, dhe në mënyrë që të mos kemi nevojë tani të opozita përsëri, ose në këtë rast presidenca, ose opozita t'i drejtohet gjykatës kushtetuese, sepse kjo do të merrte kohë. Dhe humbja e kohës në këto momentume të rëndësishme politike për Kosovën, me të vërtet do të ishte një fatkeqësi nëse mund të shprehem ashtu me gjuhën më brutale, dhe shpresoj që liderët politik partijak ta kuptojnë këtë situatë me seriozitetin më të madh dhe të jenë të arsyeshëm drejt zgjidhjes së situatës në Kosovë, pra me këtë nënkuptoj emrimin e kryeministrit, zgjedhjes së qeverisë së re të përgjithshme dhe serioze, e cila në mënyrë direkte do të merrej së pari me rregullimin e raporteve të Kosovës me SBA, me BE, largimin e sanksioneve dhe të vazhdojë me agjendën tjetër të Kosovës. Zonja Shkodra, unë ju falenderoj për këtë analizë, si gjithmonë kënaqësi.